Shiko, duhet të rrim shtrembër dhe të flasim drejt. Tani pse Gretës i djeg nominimi që bëri kjo Juela, pavarësisht mua mu duk si frikacake kur u tërhoq që tha nuk do fuz veten e vet, fundja fare ka ardhur për lloj vlla, ka gjetur një lloj mënyre. Tani pse Gretën e futin në nominim kjo pjesa dhe çfarë po bën? E gjithë shtëpia është duke ka bërë një komplot, për shembull, disa nga ata për të prishur këtë lloj nominimi. Çfarë ndodh tani? Nëse ky është një nominim i Juelës nga kutia Pandorës, është i asaj, ajo ka nëse ajo ka zgjedhur kështu, e ka lojën e saj dhe shumë mirë vlla, fundja fare kanë ardhur për të luajtur. Por që të vej Greta ta bështyn surrat është gjëja më e shpifur që mund të shikosh te femrat. Në këtë lloj gjëje, për shembull, Greta i ka ul pik vetes sa s'ka ku të vej më. Mund të ketë Juela, mund të jetë antipatike apo empatike, ku diun. Pastaj antipatike. Pse antipatike? Pse bëri këtë zgjedhje? Jo, ishte zgjedhja e saj. Për shembull, unë do kisha preferuar një zgjedhje tjetër. Nëse donte të nxirrte Selinën, se ajo thotë kanë bërë të gjithën për Selinën. Por edhe logjika e Juelës është prapë pranueshme që kushdo që të dali si Greta ose Gimbo, ti bjeri në kurriz pesh Selinës, sepse ajo e tha mirë në Prime që këtë të gjithën e kanë bërë për Selinën, e tha shumë qartë. Tani ajo, do me thënë, bën një goditje, me një goditje vret dy zogj. Edhe tentativën për nxjerrë Selinën dhe tjetrën për t'i lënë barr Selinës që ja ti nxori ata të dy. Kështu që në anën Juelës duhet ta pranojmë që ishte një lëvizje, le të themi në një farë mënyre, sipas mendjes saj e zgjuar. Siç po e them, vazhdoj ta them që do kisha preferuar një nominim më të fortë akoma, siç i ka hije Pandorës, kutis Pandorës. Por kjo është zgjedhja e Juelës, është lojtare, futja futet, ka ardhur për të, është futur 100% loj Juela. Tani ndodh kjo, i djeg Gretës, si jep të drejtën të veta bështyt, sepse është gjëja më shpifur. Më thoni mua se çfarë shembulli duhet marrim për shembull në një diskutim, në një debat. Të vëmë ta qellojmë tjetrin apo të vëmë që ta bështym surrat. Jo, ky nuk është një shembull absolutisht. Biles ky është shembull që s'duhet pranuar fare në atë lloj formati. Marrim dhe pjesën tjetër. Rogerti që i mori shishin e ujit të Gretës. Nuk ja ka bërë me qëllim të keq, unë e pash vetë shumë mirë, se duhen thënë ca gjëra, e pash, i mori shishen, tani vendi që ajo kishte futur shishen në fund shpinën e saj, okej, pranohet që është vend që nuk duhet fare të tendoj t'ja marrë shishen, absolutisht. Por që ta ketë bërë me qëllim të keq për të futur duart asaj në prapanic, nuk ekziston. As nuk e besoj këtë pjesë. Mund të jetë Rogerti çfarëdo që mund të jetë, por që të bëj ato lloj lëvizje perverse, nuk e besoj edhe pse ai zuri bet çunin aty, sido që të jetë Rogerti, nuk besoj se e ka bërë në mënyrën perverse. U duk shumë mirë që kapi shishe, nuk kapi prapanicën e Gretës. Tani se duan ta bëjnë, siç e thash në fillim të videos, që janë duke munduar ta zbehin këtë televotim ose ta anullojnë këtë televotim, por ja që ca gjëra duken. Nuk ishte ajo ana që e thot Greta në mënyra perverse. A duhet fuste duart tek ajo zonë aty? Jo, absolutisht. Kjo qëndron. Por qëllimi nuk e ka bërë për të prekur prapanicën e Gretës. Kështu që për këtë lloj gjesti Gretës i ulen pikët. Ajo bështyt tjetër në surrat është shumë gjë e vështirë. Sidomos është akoma më e vështirë shikosh të ndodhin nga femrat.